zdo pushteti. Po të pengon gjë më këll. Kusht të tha? Kusht ka pengu të? Po, para 4-5 muaj ju dini shumë që ne bëm një grevë, dhe realisht grevë në Spaq, me minatorët e Bakrit, dhe 17 minatorë edhe sot entën me ne dyrve gjykatave, përfshi dhe kryetarin e sindikatës, dhe nuk ka asnjë strukturë shtetërore që e merr përsipër për ta thirrë pronarin, për t'i thënë zotëri, ke thy ligjin e punës, këtë thjesht. U aksidentuan edhe 2 aksidente ndodhen pas kësaj greve. Po më thua që sindikatat janë të blera. Më falë, jo, janë të shtypura. Jo, çështja është... Janë më shumë shtypura se sa të blera. Çështja është, unë doja themi diçka, faktikisht sindikatat e Shqipërisë janë bërë si puna e algave, që kërkojnë të bëjnë një simbiozë me pushtetin, dhe ndryshe nuk jetojnë, nuk mbijetojnë. Dhe kjo faktikisht është një problem shumë i madh. Nëse ne shikojmë duke marrë që në gjenezë të punës e sindikatave dhe mënyra se si kanë operuar pastaj pushtet pas pushteti, janë bërë më shumë si një pateritë e pushtetit, sesa si një kundërshtar dhe të kenë përballë shtetin e pushtetit. Pateritë e shtetit të mbyt, o vlla. Po, çështja është që të mbyt shteti... Kanë vajtur unë në Bulqiz, apo të tregoj tani kam qenë në Bulqiz për të kryuar sindikatën, këto kanë vajtur një 100 herë, dhe nuk e lënë të bëhet, o vlla. Nuk e lënë, o vlla, nuk e lënë të marri frymë. E marim çështjen në gjenezë. Në Shqipëri është i vetmi shtet ku ti mund të krijosh një shoqëri tregtare, qoftë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e punonjësve, dhe ti nuk të kërkohet të regjistrosh të statutit dagën e themelimi një drejtues teknik, që asnjë nga sindikatat s'e ka ngritur të problem. Ti e regjistron shoqërinë tregtare dhe s'ke drejtues teknik. Dhe pastaj e gjithë përgjegjësia i ngelet administratorit të asaj shoqërisë, që i cili nuk ka dhe mundësitë ekonomike për të pasur kushte më të mira pune, sepse çdo gjë është ekonomi. Marrim për shembull atë minjerën e Kromit atje ku vdesin njerëz më shumë, ose marrim fabrikat e përpunimit drurit që janë në masë, që edhe janë djegur disa. Çështja është që pronari ka investimin e parë themeltar, dhe kur bën kapitalin themeltar, hedh një sasi lekësh në atë shoqëri dhe nuk ka mundësi ekonomike më shumë, ose nuk do të investoj më shumë, se do të kursej lekët, do të maksimizoj fitimin, dhe ti e regjistron dhe e lejon sot regjistrohet një shoqëri tregtare, pa e detyruar të ketë një drejtues teknik. Ligji nuk e detyron të ketë një drejtues teknik dhe asnjë nuk e ngre zërin, asnjë sindikat nuk i thot, oje ti, mos e regjistro këtë shoqëri tregtare sepse nuk ka drejtues teknik. Okej, Miguel? Jo, ne para pak vitesh ka pas qenë një deklaratë e bujshme e kryeministrit që thot bizneseve ndërkombëtare ose bizneseve të huaja të fuqishme, thot e janë në Shqipëri se këtu nuk ka sindikat. Literalisht është duke ndodhur kjo. Të mos kesh sindikat edhe të zhvillosh vendin në kurisë të jetëve të njerëzve, është duke ndodhur. Çdo një individi mungon familjes çdo javë, që do të thotë nëse ti e ke në sektorin e ndërtimit bashkëshorten, do duhet që ta puthësh në mëngjes kur e përcjell për punë. Po nuk duhet presit të ndërtoj shteti sindikatë. Sepse mund të mos të kthehet më. Se kjo është tani ka një gjë këtu. Ne nëse fillojmë bëhemi, ti se pret nga sindikatat, unë se pres nga punonjësi, ti kush se pret se është socialist nga kryeministri, dhe të presim, dhe ne vetëm të punojmë të vdekurit. Sindikatat i formojnë punonjësit, o di. Sindikatat janë për avakuar drejta, jo për sindikatat janë formacione vullnetare, janë bashkime vullnetare sindikatat. Bashkime vullnetare të punonjësve janë më. Tani ti ne themi ti kroj kryeministri. Landi një sekond se bërë. Landi Greqia u dojtë. Qa u bë? Ja, Landi se po fletë Mirela, një sekond. Protest. Sot profesorët shqiptari ishin në punë. Kushe mori vesh më? Po, tash kushe mori vesh, ne të pakte Po Greqia u dojtë më? Një gjo, ne ishim protest, ne mesazhin e dhëm. Me zor, tash nuk bëjmë polici proteste për që njerëzit protest.